Kam një vllaj që është i dashuruar me një vajzë, por ajo ka një fëmijë. Vllai e don shumë dhe është i dashuruar pas tij. Mirë po nëna e këtij vllajt nuk e pranon. Dhe i ka thënë nëna që birë, nëse ti e merr atë, unë do të bëj vetvrasje. Hallë shqiptare, muhabete autoktone. Do të thonë, unë nuk di çfarë them për këtë mesele, por do ta këshillosha këtë vllajën që mundohet ta bindi nonën e vet, ta kënaqë nonën e vet dhe ta çojë situatën në mirëkuptim nga ana e nënës vet. Dhe Zoti i Madh Allahu ka lënë mes fëmijës dhe prindit disa litar, disa lidhje në thonjza magjike që mund t'i përdori shumë mirë fëmija për ta kënaqë dhe për ta bind prindin, apo prindi fëmin. Kështu që le t'i përdori këto mirësitë e Zotit që Zoti ka vendosur në raportet nën fëmijë e fëmijë nën, për t'ia mbush asaj mendjen, sepse nuk është normale si do të ishte jeta e këtij personi nëse do të martohet me një vajzë dhe nëna e tij ka vrarë veten. Merr vesh që nëna ka vrarë veten. A mund të jetohet më? A ka kuptim më jeta? Kështu që të mundohet gjej gjuhën që do të thotë të arrit ta bindi inshallah te ala.